ju dhe marrë krahasim e patriotizmit të cilin u shkërboq në Shqipëri koqa shumë, Kosova prap e ka një lloj nacionalizmi me thonun, mi po në Shqipëri ndjenja patriotizmit është koqa e ndërtume. Edhe ajo e bën problematike. Zoti Çakmaku, ju thatë që Amerika ka interesa të përhershme, jo misi. Tani, duke marrë parasysh shembullin e tërheqjen nga armatimeve nga vendet e gjirit. Po në rast të një situate hipotetike, mund të thuhet e njëjta gjë për Turqinë apo do mbështetemi prapë aty? Shiqo, nëse e shiqojmë angazhimin turk, kudo që ka ndodhur, ka pas një konsistencë në veprim dhe deklarim. Edhe në Siri, edhe në Libi, edhe në Somali, edhe në Sudan, domethënë në të gjitha ato hapësirat ku është angazhu ushtria turke, pavarësisht rrethonave, ajo nuk u tërhiq. Veçanërisht e kem shembullin e Sirisë, që përkundër gjithë atij kapaciteti i cili u shfrytëzua edhe prej rusëve edhe prej Asadit, Turqia ishte prezent aty edhe nuk e lejoi që Idlibi, provinca e Idlibit, të binte në durët e Asadit, që ishte një përthamë e një veprimi të ashëm i cili u dëshmu që ka qenë shumë vizionar dhe e rikthej unitarizmin e Sirisë si shtet unitar, duke i eliminu të gjitha ato strukturat të cilat ekzistonin aty edhe kishin një lloj autonomie qeverise në përhapësina të ndryshme. Prandaj qëndrimi i Turqisë karshi interesave apo bashkëpunimeve të cilat i kanë deklaruar dhe i kanë nënshkruar, Turqia i ka nejtun mbrapa aty në nënshkrimeve, edhe për atë unë tonë kohën pa ta deklaru që me thonun raporti strategjik ma i logjikshëm, ma i lëvërdishëm për shqiptar është raporti strategjik me Turqinë. Për shkak se pra është e vetmja që i friksohet edhe Greqia dhe mund të ta ndalë si në 97-ën. Domethënë ne kemi pa që sa herë kemi qenë të rrezikuar prej luftës së dytë botërore e tutje, Turqia gjithmonë ka qenë prezent në, me thonën, deeskalimin e çdo raporti të cilët ka qenë qofshin me Serbi, qofshin me Greqi, domethënë ajo e ka luajtur një rol shumë, domethënës që Shqipëria mos të atakohet pe këqinve, veçanërisht pe Grekut, i cili, siç e thatë edhe ju, e dim që ende ekziston ai akti i luftës, edhe mundësia që Greqia të veprojë ushtarakisht, kemi pas inkursione greke, e di prej historisë që ka pas tendenca të ndërhyrjes, fatmirësisht në atë kohë, ushtria shqiptare ka qenë shumë e konsolidume, shumë e avancume edhe me armatime, kështu që nuk ka leju mirë po në rrethona të cilat u kriju, kur ushtria shqiptare u dekompozu komplet, atëherë erdhi në shprehje aleancat të cilën e patu me Turqinë, edhe ndërhyrja e saj ndaj Greqisë, e cila e detyroi që të tërhiqet prej një ideje që të ndërhyjë dhe ta shkput jugun e Shqipërisë. Zoti Çakmaku, unë do kisha kënaqësi që të flisja me orë të tëra me ju, sepse e njihni mjaft mirë jo vetëm lindjen e mesme dhe rajonin ton, por edhe me gjër, por duke pas parasysh dhe kohën për cilën ram dakord që të flasim, lejoni t'ju bëj edhe një pyetje të fundit për sa i përket se kemi një situatë të brisht në rajonin ton edhe në Maqedoni. Pra për ta parë pak më gjatë, ashtu siç bëhet me parashikimin për Kuçovën, tani të paktën nëse mund të flasim, mund të kemi ndryshime kufish në tani afër pra një të ardhmet në rajonin tonë në Ballkan, si pasojë në rajonin zinxhir nga jashtë. Maqedonia, sipas gjitha gjasave, është destinuar të mos ekzistojë në një periudhë
jo aq të gjatë, për shkak se ka hezitime të mëdha që ajo të kyçet në struktura të ndryshme, për shkak të asaj që realisht është një popull artificialisht i krijuar. E dim që popull Macedon realisht nuk ka pas derisa Tito ja mur vendimin që ta shpallë si kom Macedon, kumbin Macedon, edhe struktura etnike mrena Macedonisë e bën që ajo nuk mund të ketë një stabilitet. Në momentin që e veçanërisht tash kjo qeverisja e fundit në Macedoni po tregohet shumë agresive ndaj të drejtave të shqiptarëve, që edhe në për faktikisht të universitete ku ka tendenca që të ndalohet gjuha shqipe, përdorimi i gjuhës shqipe, pra gradualisht po ka një tendencë të një presioni shumë të madh ndaj popullatës shqiptare që e bën problematike se jemi të bindur që në këto rrethana shqiptar brenda një afati shumë shkurt kohor mund t'i përcaktojnë kufit e hapësirës të cilën e menaxhojnë, edhe jemi bindur që Maqedonët nuk kanë mundësi që ta thyejnë atë përcaktim, me thonë kufitar, prandaj shifët që edhe Evropa nuk ka interesim që ta fuqizoj në kuptimin diplomatik dhe të drejtës ndërkombëtare Maqedoni. Edhe shqiptar gradualisht pe kuptojnë që gabimi i madh është po atëherë kur ishte ajo një lloj dakordimi mes Arber Xhaferit edhe ti kryetarit të VMRO-s. Për marrëveshjen e Orit? Jo, para saj pat intens që të bëhet ndarja e Maqedonisë. Uronin lloj dakordonce me thonun gojore që mund të shkohet ka ajo që të përcaktohen dy entitete brenda Maqedonisë, mirë po atëherë Ali Ahmeti ndërhyni, Arber Xhaferi veç fatkeqësisht e hupi edhe aftësinë fizike për shkak se e pat gjendjen shëndetësore, e cila nuk i jep të mundësi që të jetë shumë aktiv në politikën maqedonase, edhe prap